26 organizata qytetare, iniciativa dhe platforma kërkojnë nga qeveria të anuloj ose shfuqizoj vendimet dhe thirrjet publike për ndarjen e koncesioneve për hulumtime gjeologjike të mineraleve metalike. Sipas tyre, procedurat aktuale janë në kundërshtim me ligjin për burimet minerale dhe rrezikojnë të përfshin zonat që tashmë janë të mbuluara me koncesione ose kanë qenë më parë objekti hulumtimeve. Organizatat kërkojnë që qeveria dhe Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale të ndalin më njëherë të gjitha aktivitetet që lidhen me këto procedura, duke përfshirë pranimin dhe vlerësimin e ofertave, si dhe ankandin elektronik të paraparë për 6 gusht. Sipas tyre, me 2 vendimet e qeverisë, përfshihen 29 komuna në pjesën lindore të vendit. Ata theksojnë se një pjesë e madhe e këtyre territoreve kanë qenë më parë objekti hulumtimeve gjeologjike ose janë në koncesione aktive për shfrytëzim të burimeve minerale. Organizatat pretendojnë se është shkelur neni 7 i ligjit për burimet minerale, pasi hulumtimet paraprake nuk mund të zhvillohen në hapësira ku tashmë ka procedura ose koncesione ekzistuese. Për këtë arsye, ata kërkojnë pezullimin e menjëhershëm të procedurave dhe anulimin e vendimeve përkatëse. Presim që qeveria të veprojë në përputhje me ligjin për burimet minerale, t'i anuloj ose t'i shfuqizoj këto vendime dhe t'i ndërpres plotësisht procedurat, me qëllim që të mos ndahen koncesione në hapësira që janë të përjashtuara me ligj. Organizatat kërkojnë që qeveria t'i informojë me shkrim për masat e ndërmarra brenda 3 ditëve. Ndërkohë, afati për dorëzimin e ofertave përfundon më 31 korrik, ndërsa ankandi elektronik është caktuar për 6 gusht. Kujtojmë se vitin e kaluar ishte paralajmëruar ndërprerja e 45 koncesioneve në sektorin mineral për shkak të mosrespektimit të ligjeve dhe masave për mbrojtjen e mjedisit.